Kthimi i Gjermanisë është i pabesueshëm. Në vetëm 70 vjet, ajo kaloi nga shkatërrimi total në të qenit vendi më i fuqishëm i Evropës. Ajo ndodhet pikërisht në qendër të Evropës dhe kufizohet me 9 vende: Danimarkën, Poloninë, Republikën Çeke, Austrinë, Zvicrën, Francën, Luksemburgun, Belgjikën dhe Hollandën. Dhe ja diçka e çmendur, Gjermania ka autostrada të quajtura autoban pa kufi shpejtësie. Mund të vozitesh ligjërisht mbi rreth 240 km/h. Gjermania është vetëm rreth madhësisë së Montanës, por aty jetojnë 83 milion njerëz. Është vendi më i madh në Bashkimin Evropian dhe ka ekonominë më të fortë në Evropë. Pas luftës së dytë botërore, Gjermania u bombardua deri në rënim. Qytetet u shkatruan, miliona vdiqën dhe vendi u nda në dysh. Sot është një gjigant ekonomik. Gjermania shpiku makinën, motorët, shtypshkronjën dhe format MP3. Marka si Mercedes, BMW dhe Adidas janë të gjitha gjermane. Gjermania ka 25.000 kështjella, prodhon 1.800 lloje birre dhe mbi 300 lloje buke. Vetëm Oktoberfest mbledh miliona njerëz vetëm për të pirë, festuar dhe festuar. Cilin vend të zbërthej tjetër?